Deputeti e re e Partisë Socialiste, Zegjine Çaushi, ka mbajtur fjalën e parë në parlament, duke ju drejtuar deputetëve të opozitës me tone kritike. Ajo shpreh se është e papranueshme që në seancë të dëgjohet i njëjti fjalor nga opozita, ndërsa shtoi se edhe në seancën e fundit asnjë prej tyre nuk ka folur për proces verbalin, por janë marrë me ofendime. Por këtu ne jemi pasqyra e atyre qytetarëve me mira që na ndjekin nga pas, edhe kjo sjellje të vazhdoj kështu në çdo seancë nuk mund të pranohet. Besoj se në grupin tuaj parlamentar keni mjaftueshëm jurist, por dhe një jo jurist mund të arrit ta kuptoj rregullore dhe pikërisht në 44.2. Kini kaq shumë seanca që e kërkoni fjalën për procedurë edhe për atë që niset seanca për të rregulluar proces verbalin, po askush nga ju nuk është ngritur dhe të thoj kjo fjalë e shkruar në proces verbal nuk është shkruar drejt. Por jeni marrë vetëm me ofendime për program, për diellën e për çdo gjë tjetër që ju vete keni pasur mundësinë që të arrini ta dëgjoni atë program dhe ishit ju të nderuar kolegë deputet, të cilët e kthyet atë seancë të parë që ne deputetët e rinj me zipo e prisnim, arritët ta ktheni në një kaos. Kështu që të lutem të kthehemi në normalitet, me atë konsensusin e duhur, gazi patjetër, nuk është se atë sjellje ka gazi edhe ju të tjerët që si gazi do përfundoni. Faleminderit. Mirë, faleminderit. Atëherë edhe zoti Gjekmarkaj dhe i mbyllim vërejtjet për verbalin. Ndërkohë deputetët e opozitës kanë sjellë fjalorin e gjuhës shqipe në Kuvendin e Shqipërisë, teksa fliste Klevis Balliu, ku përmendi ndër të tjera fjalën gjatosh për kryeministrin Rama. Peleshi e kritikoi për gjuhën. Ndërkohë deputeti i Partisë Demokratike i tregoi dhe shpjegimin e fjalës gjatosh, ndërsa tha se ishte një përkëdeli. Fjala gjatosh është përkëdeli dhe jo fyerje, se i themi ne gjatosh se keni problem, por e kishit te Aruba, tha ai. Fjalorin e gjuhës shqipe, fjala gjatosh ose gjatush për mbi emër, edhe si emër është me ngjyrim përkëdhelës. Mos u mërzisni që e përkëdhelim ne atë, po ju nuk e keni problemin tek fjala gjatosh, ju e kishit problemin tek fjala Aruba. Dhe thelbi këtu është Aruba. Ju duhet të shpjegoni në këtë parlament dhe qytetarëve që na ndjekin që si ka mundësi që kjo qeveri dhe ky parlament gjen kohën për të marrë charterin, për të shkuar deri në Aruba, për të takuar trafikantët dhe nuk gjen kohën për të diskutuar në parlamentin. Procedura është për rendin e ditës, për ndryshimet, rendin e ditës për votimin, procesin e votimit, kjo nuk ka lidhje me procedurën. Ndjes që po ndërpres përsëri fjalën. Fjalën e ka kërkuar zoti Luciano Boçi për procedurë, zoti Boçi. Tani se ju në devijoni edhe fjalën, në fakt dhe ja ndërprisni dhe zotit Balliu. Po mirë, kur jeni kaq prekshëm, kaq intimidues që intimidoni kaq shpejt, pse nuk u ngritët ju kur kryeministri i thoshte zotit Balliu Fari me emrin e babait? Ku ka bërë vaki këtë parlament t'i drejtohemi njëri tjetrit? Po, ku ka bërë vaki t'i drejtohemi me këtë lloj etike? Por e lem sepse këtë hipokrizin tuaj për etikën e kemi ndeshur edhe për gjatë këtyre viteve, s'ta bën çudi. Dhe etika është dhe mos gënjesh këtu, të mashtrosh para shqiptarëve. E dëgjova zotin Gogu, e dëgjova me vëmendje dhe në fakt ai s'duhet na korrigjoj ne. Ai duhet korrigjoj atë kryetarin që ka aty lart, se nuk tham ne 17, e tha drejtuesi i seancës 17 ligje. Por aleluja çekën 19, entuziazmi jonë është shumë i madh, janë 19, por të ardhura në formë dhe mënyrë anti-kushtetuese, anti-rregullore, sepse e shpjegoi shumë mirë kryetari i grupit ton parlamentar. Ata u futën në mënyrë të menjëhershme kur ne ishim mbledhjen e kryetarëve. U ndryshua thjesht projekti dhe projekt kalendari. U ndryshua në moment sa u futëm në mbledhje. Dhe rregulloria parashikon që antarët e konferencës kryetarëve duhet njihen 4 ditë para me projekt ligjet.
Po pati një justifikim nga kryetari i grupit tuaj parlamentar për integrimin që e përmendët dhe ju si formulë magjike. Po pse të gjithat 17-a, 19-a, sa doni ju, janë për integrimin dhe mos harroni brenda atyre 19, jo, nuk ishin ashtu se i lexova me vëmendje një pjesë tyre. Dhe dakord jam për ato për integrimin, po më t'i fusim, por kur janë ekskluzivisht për integrimin e Shqipërisë. Sepse midis tyre keni futur, do të thënë si ajo fabula e Viçit me gjelin, që s'po e shiste dot Viçin ai dhe do e shiste me gjel. Keni fut dhe një ligj që ka marrë shumë debat për barazinë gjinore. Dhe nuk duhet ta fusni sepse për të ka kundërshti të jashtëzakonshme. Sepse godet thelbin e shoqërisë shqiptare dhe duhen marrë në konsiderat të gjithë opinionet pro dhe opinionet kundër. Dhe pasi këto debate, sepse nuk është ligj i parëndësishëm të jenë rregulluar, ai ligj mund diktu. Sepse keni fut kështu në mënyrë procedurale për ta aprovuar me forcën e kartonit, kur kundërshtia për të është e jashtëzakonshme. Prandaj unë kërkoj që ta tërhiqni atë ligj. Ai t'i nështrohet një debati të gjerë, edhe publik madje, dhe të bëhen ndryshimet e nevojshme, sepse ai ligj nuk është kusht për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Plus dhe gjërave tjera që janë në atë projekt kalendar.